Edhe do kanë qenë që e marrë me motor. Po, edhe dhe më thanë kjo kalin ma shumë për familjes. Ta kanë imponua, nuk e donë ti këtë punë, apo? Jo, dëshira vetë e një ka qenë dhe me thanë. A këna që kur hypë motor? A këna që shpirti, kështë të. Se unë kur këndoj, unë kërkëndoj me dhe si është bota e imja, njëta e bësëse e Petritit. Hynat e gjej veten, a e gjen ti veten në të motore, mua e më interesant. Shumë, dhe thanë jetojmë me botën e motore, nuk e di është, si së mindje për mu. Më shumë e dëshiroj atë, dhe më thanë nuk më kanë shty familja ta marrë këtë sport ose... Po, nuk të kanë imponu qatë e kisha qenë në zorë, nuk të ashtu. E kam patë vetë dëshirë. Po. Pre kur mëresh, kur ke hypë për herë parë në motorë, në cinë mosh? Moshën 8-9 vjeqare, kështu. E, kush të kanë su, babi? Babi. Babi. Të një përshëndas shumë. Isha vala në ditë babi i ytë, pasi që fetia ka parë një fatkesi. Në shpi, i ka ndodhë diqka që ajo tha, mu ma të regojnë në basë dhe thash, a do në të të regojnë ti këtë punë në televizor? Tha po, e cila ka dëshirë të vletë dhe dhe të regojnë e vetë pak më vonë, dhe në dhjë shumë kesh për njërë më të regoj për sukseset e tua me motor. Qa ke bo, ku je garu, si je garu? Në gjanisi e frejnë fillem. O, ke më tanë... Në të si shpikande. Të regojnë babi, ashtu... Vetëm e blita një motorën edhe më rrëmë kjo në shpe, se babi jo që frikson të diqka, po edhe nuk kishtë shumë dëshirë të mirëna me këtë sport, nuk kishtë dëshirë e madha. Po dhe këtë është sport i rezikshëm. Dhe në vjetë më thonë të kështë më paspi qka ishtë motorën, nuk i kisha ditë me aspegu, jo që nuk jam kongjeni, dhe me thonë kërë kam pa babin të marrë me këtë sport, edhe më ka zishtë aspegaj tash. Në vitë dëshirë të marrë. Edhe në dhe vëzitim motor, ashtu të? Kam pas shumë dëshirë, edhe dhe më kam prej në 8 vjetë, ashtu moshën më pas të kësaj, kam fillu me marrë gara, në për gara pjesë, dhe më thanë gara e me parë ka qenë manastër, edhe dhe më thanë kam pas shumë i nate. Na i naqore, jo? Kime qenë shumë sukses, shumë vazhdo se do një. Dhe më thanë, unë dhe ta kësha të regu vetëm një rast, kur shkova atje në manastir, ato nuk më lejun, dhe me thanë se më shifshin e vogël, dhe më lejëshin në pistë, të shën jo, zguzovishën se ti, vetëm këna me të shlu në start ashtu 2-3 kruka dhe jo me shumë. Unë mirë të ashaj dhe ti bëj atë. Dhe ti si japish atë? Vetëm një moment, ta sqaroj pak se garat e motocrossit, përveç dijes edhe dëshirës shumë të madhe, si që e ka voglushja jonë këtu, kërkojnë edhe forcë fizike. Do të thotë se kërkojnë trup të fort. Kështu si për shembull, kështu si për shembull vajzën do të thotë se shkaftësim dhe dëshirën e ka aq të madhe se mund të garon edhe me njerëzi, me garues tjerë, edhe të jetë shumë kompetitive në gara të cilat janë shumë specifike, vëziten në shumë kushte të rënda, pra vëzitet në për natyrë, vëzitet në për rroç, në për bajk, me pluhun të madh dhe kërkon një dije shumë të madhe specifike, por edhe për më tepër edhe fizikus. Do thotë se trup, forcë fizike shumë të fortë, shumë të madhe. Dhe për atë fakti se kjo voglushe këtu, si për shumë dhe shtas 20 kg së është e rëmë, për më hadit se motorën 22 kg me motorën, do thotë se është një rast shumë specifik edhe një rast shumë i radhë. Vetëm të ashtoj se me këto garat, në garat e Makedonisë, nuk një rast tjetër se vozit femër. Ajo se voglushe 12 vjeqe e cila nuk... Si vazë dhe 2 minutë kështu ka fitua. Qa folë një thëmë bre ju, qa është kjo muhabet? A bre thëmë, to është shumë interesante. Thëmë, si ta fëtoj, kush është kjo qaj femër, shqiptare. Jetë motorit, sa vjetë 12 vjetë? Qa o kjo? Dhe se unë nuk ndjek shumë këto gjërat e sportit. Pra ne të vazhdojmë në rëfimin e saj, vetëm deshta të ciki se është një garë të jetë specifike dhe shumë e rëndë, është për të habitur. është thjesht rasti se është... Absolutisht. Vetëm tash edhe shteti pak bën ndonjë duar trokitje. Do besoj se do të bëjmë edhe do të ndodhë se pak e shumë e njeh situatën në shtet, përgjithësi në automobilizëm dhe në garat automobilistike.
dhe e di situatën në të cilën për fat keq në Maqedoni nuk kemi sisteme cili mundson të finansimin ose ndihmën e finansimit pjesërisht do thot për talente